Dita e sotme e hënë në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4 është karakterizuar nga tensioni i lartë, pas një përplasje të ashpër mes banorëve Fjolla Morinës dhe Bia Kalifës. Ajo që nisi si një diskutim mbi sjelljen personale shpejt u shndërrua në akuza dhe replika të forta, duke vënë në pa mosmarrveshjet e tyre të thella. Fjolla i kërkoi Bias të tregojë më shumë autenticitet dhe të veprojë në lojë në një mënyrë që të mbahet mend, duke i thënë: "Bëju vetvetja, bëj diçka që të mbahesh mend. Jo këso sjellje sepse kështu si ti ka plot shqiptaria." Por tensioni u rrit kur Fjolla e kritikoi drejt për drejt, duke i thënë se ka tru peshku, një koment që ndezi edhe më shumë debatet mes tyre. Bia nuk qëndroi e heshtur dhe ju kundërpërgjigj duke trajtuar një temë personale, duke thënë: "Të paska kapur menopauza." Ky replika tregoi se mosmarrveshjet e tyre kanë kaluar nga konflikti për lojën në sulme personale, duke prekur çështje të moshës dhe inteligjencës. Situata e krijuar duket se ka tensionuar ndjeshëm atmosferën në shtëpi. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.